për të fjetur, për Kur të je i ri e ke si hotel, pastaj e bën si motel dhe pastaj e bën si spital. Kështu që duhet pra mos tentojnë me njerë se bëjnë edhe gabime, shkojnë futen pastaj në borxhe të cilat nuk arrin dot që ti shlyejnë, edhe vuajnë gjithë jetën, hap pas hapi, nuk vjen të gjitha me njerë. Edhe pasuritë të mëdha që kanë bërë milionerët e të tjerët në gjithë botën, si kanë bërë për 1 ditë, 2 ditë, as për 2 vjet, as për 10 vjet. Ka qenë një pasuri e bërë me dhjetra vjet nga një familje, e trashëguar e shtuar nga familjet, brez pas brezi, kështu bëhet ajo. Kështu që brenda një periudhe të shkurtër kohore nuk bëhet. Uroj që të kenë dëgjuar dhe të dëgjojnë, se ju jeni njëri që të rinjt dhe çdo grup moshë ju dëgjon, dhe një këshill të fundit për urbanistët, për arkitektët, për inxhinierët, që është dhe fusha ku ju jeni edhe profesorë. Një këshill është e para njerë mos shkelin mbi profesionin e tyre. Kjo është njëshi. Nëse jam urbanist, nëse jam arkitekt, nëse jam inxhinier, nuk duhet shkel mbi profesionin tim. Që do të thotë që unë në punën time të përditshme nuk duhet në asnjë mënyrë të shkel ato rregulla teknike, etiko-morale, dhe nuk duhet shkel në asnjë mënyrë ligjet të fuqi, legjislacionin. Dhe këtë punë, do të thënë nëse ti arrin që këto të treja ti realizosh mirë, dhe këtë diferencim kush e bën e kush se bën, e bën vetëm një institucion ose një ent kombëtar që quhet Urdhri Profesional i Inxhinierëve, që ka gjithë bota, ku Urdhri Profesional i Inxhinierëve nxjerr në tregun e punës, ai nxjerr në tregun e punës, le të shmaruti universitet. Ti nuk del në tregun e punës në kuptimin që ti merr përgjegjësi për punën që bën, do të firmosi para ligjit ti që përgjigjesh, nuk përgjigjet tjetër kush. Nëse s'ke plotësuar këto 3 kushte, e para të njohësh shumë mirë rregulla teknike dhe ti zbatosh ato, e dyta të njohësh shumë mirë rregullat etiko-morale, se s'mund të shkelësh ti mbi me veprimet e tua mbi punën e kolegut tënd, dhe e treta të njohësh shumë mirë legjislacionin. Dhe nëse i bëjmë këto, ne do na ecë shumë mirë punë, sepse në treg do dalin profesionistët, dhe profesionisti nuk shkel kurrë mbi profesionin. Je optimiste apo pesimiste për tallën? 20-30 vitet e tjera, 50 vitet e tjera? Jo, unë gjithmonë jam natyrë optimiste, po s'kemi se tim bimi pesimist, sepse kemi rini shumë të mirë, kemi specialistë shumë të mirë, kanë mundësira, sot komunikimi në gjithë botën që të marrin e t'japin, të marrin eksperiencë, ka shumë gjëra të mira. Kështu që unë jam optimiste, po pengesat dhe nuk do të kemi frikë që të shikojmë ato ku i kemi të metat, se po si pa të metat ku i kemi, nuk rregullohemi, nuk eci përpara. Shumë faleminderit që ma zbukurove pjacën sot. Faleminderit juve për ftesën.